Mjete rrethanore nga më të larmishmet për të ruajtur me çdo kusht një vend parkimi që në Durrës është kthyer në një mall të rrallë. Nga një vëzhgim i thjeshtë që bëm në disa nga rrugët dytësore dhe rrugicat e qytetit, del në pase në Durrës mbi zotëron ligji i xhunglës. Ashtu si kafshët markojnë territorin për të mbajtur larg rivalët. Në qytetin 3000 vjeçar, qytetarët zënë me çfarëdo lloj mjeti të mundshëm një vend parkimi në hapësira publike. Absurdi shkon deri aty sa detyronte qytetarët që i paguajnë taksën e parkimit bashkisë të vendosin mjete rrethanore për ta ruajtur atë vend që normalisht duhet t'u ruajë ligji. Gjithçka ndodh në dritën e diellit, nën hundën e autoriteteve, që në vend që të zbatojnë ligjin, u shkelin syrin abuzuesve. Aksione të herpashershme janë kryer nga policia bashkiake për largimin e konikëve, strukturave metalike, trarve, vazove të betonit e të tjerë, por mjetet rrethanore rishfaqen në rrugë si kërpurdha pas shiut, sapo efektivët largohen. Pak ditë më parë, Durrës Lajm trajtoi problematikën e zënies së vendeve të parkimit në akset kryesore të qytetit, por fenomeni është i pranishëm në çdo rrugë dhe rrugicë afër por dhe larg qendrës. Projekti i zbatuar vite më parë për ngushtimin e akseve rrugore kryesore nuk u shoqërua nga larg pamësia e drejtuesve vendor për të krijuar vende alternative parkimi për një qytet në zhvillim me sipër dhe me numër gjithnjë në rritje automjetesh. Kjo bëri që në vitin 2025, kryeqyteti shqiptar i turizmit, që mirëpret çdo ditë turist nga vende të ndryshme të botës, të ofrojë, përveç trashëgimisë së pasur kulturore, edhe një panoramë kaotike të aplikimit të ligjit të xhunglës në çdo cep të qytetit 3000 vjeçar.